Në një intervistë të nxehtë të papritur në emisionin në Një orë goca dhe gra, Bora Zemani ka bërë një deklaratë që ka ngjallur kurreshjet të madhe të ndjekësit e saj. Moderatorja e dashur e ekranit u pyet nga njëra prej zonjave të panelit nëse planifikon të shtonjë një motër apo vëlla për djalin e saj dhe përgjigjja e saj ishte më e thjeshtë se sa mund ta imagjinoni. Po, të gjithë janë kurioz për këtë pyetje. E vërteta është se jeta është plot surpriza, por tani po shijoj momentin me djalin tim dhe e shoh të ardhmen me shumë dashuri dhe entuziazëm. Ndoshta një ditë do të mendoj për një motër apo vëlla, por në këtë moment fokusi është tek ai. Duke qenë si gjithmonë një nga emrat më të pëlqyer te ekrani dhe më të përfolur, Bora ka treguar se përveç karrierës është edhe një nën shumë e përkushtuar dhe e kujdesshme ndaj djalit të saj. Pavarësisht jetës së saj të ngarkuar, ajo është shumë e angazhuar për të krijuar momente të bukura dhe të paharrueshme në familjen e saj. Një nga pyetjet që gjithmonë ka ngritur interes është se si Bora menaxhon rolin e nënës dhe karrierës, por ajo gjithmonë ka theksuar se ka gjithmonë të parën prioritet familjen.